fillimisht zotëri Kastrati. Përshëndetje juve. Atëherë mund na thoni më shumë për shikuesit se pse është kaq shumë i rëndësishëm ky ushtrim që këtë herë Kosova është një koqire? Po, fillimisht unë e vlerësoj si datë historike, datë shumë e shënuar për arsye që Kosova për herë të parë është një koqire, një ushtrimi kaq të madh, siç e dimë marrin pjesë 28 apo 29 shtete mbi një numër 25.000 ushtarë gjithsej. Forca e Sigurisë Kosovës jo vetëm që është një koqire këtu në territorin e Republikës Kosovës, por ajo sipas informacioneve që unë kam do të zbarkoj në 3 shtete në rajon, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe në Kroaci edhe në Maltëzi, dhe për atë arsye duke parë në vazhdimsi që nga pas viti 2020-2022 që Rusia gjithmonë ka pas tendenca për ta destabilizuar pjesën e Ballkanit Perëndimor nëpërmjet Serbisë, duke pas parasysh që vitin 2023 Kosovë ka ndodhur një akt terrorist, vitin e kaluar ka pas një sulm tjetër mbi objektet vitale të Republikës Kosovës dhe në rrugë sipër të ngritjes kapaciteteve operacionale të forcat armatosura të Republikës Kosovës, atëherë është shumë e rëndësishme sepse FSK-ja me këtë ushtrim do të fitoj shumë, do të fitoj eksperiencë, do të merr provoja në ndërvepreshmërim apo interoperabilitetin me gjitha shtetet e NATO-s që marrin pjesë këtë ushtrim dhe jo vetëm sepse edhe ka dhe shtetet jo të NATO-s që marrin pjesë me partnerët të tjerë tonë strategjik dhe për atë arsye mendoj që është e një rëndësie të veçantë. FSK-ja do të përfitojë shumë në aspektin ushtarak, në rand por që merr një provojë shumë të madhe në planifikimin dhe ekzekutimin e ushtrimeve të mëdha siç është ky ushtrim me 25.000 trupa të gjitha shteteve, pastaj ndërvepreshmëria e njësiteve, pajisjeve, armatimeve, procedurat standard operative. Por këtë herë FSK-ja është vetëm një rol mbështetës apo është e barabartë me gjitha ushtritë e tjera? Jo, për shkak të kapacitetit sigurisht. Nuk e ka vetëm rolin mbështetës, është e barabartë me gjitha njësitë e tjera, tash varësisht prej skenarit të ushtrimit ku është parapat që FSK-ja tjetë aktive, mirë po unë FSK nuk e shoh si rol mbështetës, po është rol aktiv i barabartë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjitha shtetet që janë pjesëmarrëse këtë ushtrim të madh që po ndodh këtu në vendin tonë. Po sigurisht të përmendet edhe më herët për shkak që Kosova është një koqire, kjo do të jetë edhe një imazh shumë i mirë për vendet e tjera, sidomos ato